6 ministrat e rinj dhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu janë betuar sot para presidentit Bajram Begaj duke marrë zyrtarisht detyrën në kabinetin qeveritar të Edi Ramës. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë formale, megjithse në ditët e fundit ku vendi ishte i përfshirë nga debate dhe kauzi i opozitës. Ndryshimet kryesore në kabinet përfshin emërimin e Ferit Hoxhës në krye të Ministrisë së Jashtme, Enea Karakaçit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ermal Nufit si ministër i mbrojtjes dhe Erion Ismailit në krye të Ministrisë së Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Këta 4 emërime përbëjnë risinë e madhe në qeverinë e Edi Ramës, ndërsa ministrat të tjerë përfshin Besfort Lamadarin, ministrin e Brendshëm dhe Toni Gogu në postin e ministrit të drejtësisë. Nga kabineti janë larguar Belinda Balluku, Elisa Spiropalli dhe Piro Vengu, duke hapur rrugën për zëvendësimet e reja. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu mori detyrën për të koordinuar funksionet e kabinetit dhe për të asistuar në drejtimin e politikave qeveritare. Ministrat e rinj morën pjesë sot gjithashtu në mbledhjen e parë zyrtare të qeverisë, ku diskutuan çështjet të prioritetit të lartë për administrimin dhe planifikimin e strategjisë për vijimin e punës së qeverisë. Ky fillim zyrtar shënon hapjen e një kapitulli të ri për kabinetin qeveritar.